Kristin. Sa bukur. Nuk erdhi asnjë. Çfarë kuptove nga kjo situata? Në fakt, prisa që të shikoja në një klip edhe më të zgjeruar për të parë çfarë reagimesh, çfarë kanë thënë, çfarë kanë. Aq. E kena prit ide. Rruga mos. Jo, për ta prit se ka prit njëri, por nuk e kemi komentuar se menduam se nuk ishte momenti dhe nuk duhej. Gjithsesi, në momentin që e kanë parë Kristin që po ka ca vire, jam çuar në këmbë dhe kanë thënë o Kristi çfarë po bën? Dhe kanë hyrë te banaku i Lorit për t'i folur nga larg dhe nuk e pash më. Dhe në atë moment hyp Eugjeni dhe thashë Eugjeni zbrisë nuk lejohet, plus që nuk duket fare tani nuk e di ku është. Po përtej se nuk lejohet, po janë gjëra aq të para të konsumuara. Patjetër, po jo origjinale. O Legion, po çdo provokim që Kristi po bën janë të para, nuk është po bën njërisi. Dgjoni, a doni t'ju them diçka që në fakt po e diskutonit edhe dje në ca pyetje që po i bënit njëri tjetrit aty te cigarja. Edhe në mos gabohem, ishte një pyetje që drejtua Angelos për çështjen e sinqeritetit. Big Brotheri është një program që është i bukur dhe pas të cilit njerëzit nga shtëpia apasionohen, vetëm nëse ata të secilit edicion janë të ndryshëm nga ata të edicioneve paraardhës. Sepse nëse do shikonim të njëjtën Big Brother çdo sezon, i bie që nuk do na ndiqnin më. Pra, le t'ju bëhet kjo si thirrje për të kuptuar që bëni veten, mos bëni diçka që mund ta keni parë në sezonin e kaluar apo 2 sezone më parë apo gjëra të tjera. Dauni, Indian Jordan. Dhe kjo vlen për të gjithë ju, S'pak qa me diskutu për shët arsye se kështë Po pra asni mos kopjosin, se dhe veprimet e tua janë të para. Gjitha. Loren! Po, jam këtu. Dhe për formën se si e kishte justifikuar këtë veprim Kristi, po prapë më vjen shumë keq, sepse i bie është i dyti epizod që Kristi kërkon dashuri nga ana jon, kërkon vëmendje nga ana jon, nuk di ta marri, dhe më vjen keq, po kjo është forma më e gabuar, se si ti mund të kërkosh afeksion nga njerëzit dhe ti mbash afër. Kjo nuk bëhet. Nuk mund t'i provokosh njerëzit kështu sepse realisht këto pamje dhe ajo që përjetuam në jashtë nuk ishte anksioze. Lorna? Atëherë, për sa i përket Kristit, unë gjithmonë ja kam thënë. Kristi ka 2 versione, që unë e besoj 100%, është Kristi 1.0 që i them unë, kur heq lentet, që është Kristi i vërtet, sepse Kristi nuk është edhe aq negativ, ai zgjedh të bëj këtë personazhin që i them ti vë lente për të qenë në një personazh. E dyta, prit, ju lutem, Stine, më fal. E dyta, unë personalisht nuk kam patur asnjë konflikt të hapur me Kristin dhe neve shkojmë relativisht mirë. Ai do të më nxjerrë nga shtëpia, unë do ta nxjerr nga shtëpia, është e vërtetë, por nuk kam asnjë konflikt me Kristin. Kristi me këto provokime është hera e disat që i them, qoftë për shishën e birrës, qoftë çfarë bëri sot, edhe pse ne shkuam nga pas por nuk reaguam për shumë arsye, i kam thënë që je një kopje e edicioneve të së shkuara dhe më tha atëherë ti shpik rrotën. Ideja është që nuk e di ku do të shkoj Kristi me këto provokime, unë, Nesi, apo shumë prej nesh këtu nuk reagojmë fare për të vetëm arsye Ledion, jo se nuk kemi një mendim për atë gjë, por nga që janë super të para dhe gjithashtu është shumë e parashikueshme çfarë ai dëshiron të bëj. Pastaj, të lutem Selin, po flasim ta mbarojmë pastaj ngri dorën ti. Për sa i përket Keisit, edhe Keisit i kam thënë që ka qenë gabim me bullizimin, sorry Keisi, po është e vërtetë që ka burzuar Kristi, por Kristi ka dashur që ta përdori këtë gjë për të dalë sot viktima që sapo doli. O Lorna, lutem tani të mos i rikthehemi diçkaj që e kaluam. Të gjithë ju aty brenda doni të përdorni diçka që e bëni diku për diçka, sepse në fund të ditës, shiko, a di çfarë Big Brotheri, që ta kuptoni një herë mirë, nuk është vetëm loja mëngjes drek dark. Faleminderit. O Ledion, Loja. Kush del sonte, kush del nesër. E di çka kanë vënë re këtë sezon? Më shumti dëgjoj njerëz të thonë loja, skema, dhe ka një mungesë të papar për të qenë vetvetja. Por nuk kuptoni gjë që loja, ne nuk na duheni më ju. Se ne gja e kemi kuptuar skemat që ju përdorni. Asnjëri s'po tregohet vetvetja. Kryesisht po flas për shembull për Stinën. Loja, skema, vëmendja, miri, i liri
Ndërkohë, çfarë shpresoj unë që do të ishin ca histori njerëzore, të mësojmë nga jeta juaj, vështirësitë që keni pas, si ja keni dalë, si keni arrit që të bëheni njerëz të rëndësishëm. Pra, edhe kjo mënyra për të na treguar se jeni shumë të vëmendshëm gjatë. Arbër, mund Patjetër, sa po të marrë unë? Po, patjetër. Më jep përshtypjen e një grupi njerëzve që skemat i bëjnë me zë dhe lojën duan ta bëjnë me zë, po në fakt ku ka zë duke fol për lojë, bie që asnjëri nga këta s'ka skem, se teknikisht i bie që skemat e këtyre janë krejt të lexueshme. Prandaj në momente të tilla, po ju a them si këshill, jini vetvetja, sepse do humni edhe lojën edhe vetveten. Stine, Tani mund të flasësh Stine. Stine, Në Arbin. val? Për Arbin e kam. Po. Mendon se asnjë nuk është i vërtetu? Unë po them, pjesa më e madhe e kohës që ju po harxhoni, flisni për lojë, flisni për skemë. Ndoshta se ke ndjek tamam pra. E kam ndjek. E kam ndjek shumë mirë unë. Po kam përshtypjen. Po flas unë. Kam përshtypjen. Po le ta mbaroj një fjali më për desë s'po do vi fare. Kam përshtypjen dhe në fakt nuk uroja që t'ishte kështu, po mund të jetë. Okej. Që Stine edhe ti brohoret kur merr për kraje dhe kur merr kritik, revoltohesh. Nuk po revoltohem, Po, për lloj revolte është kjo, thuash se ke parë një njeriu që është opinionist në këtë program. Po të thuash se jam i vërtet edhe këtë se Jo, nuk e thash, thash që jeni duke harxhuar më shumë kohë, duke folur për lojë, për skema. Ndërkohë që strategjia. Po se ke për tjerë dakord jam, por për mua. Jo, e kam edhe për ty. Është dakord për tjerë. E kam edhe për ty. Duke ma thonë mu ta marrin vesh të quhet. Jo, e kam edhe për ty. mora vesh. Harxhon një pjesë të mirë të kohës tënde për të folur për loja, për skemë. Unë s'kam fol vetëm për atë pjesë, por gjithsesi ja kështu e lëm. Pjesën më të madhe të kohës. Po ndoshta Okej. Shkoni vërtet. Shkoni personave që kum nejë këtu Konstinë. Do të doja të komunikoja me ju edhe të dëgjonit me të dyja veshët edhe me trurin mbi të gjitha, se ndonjëherë nuk dëgjojmë me vesh, po dëgjojmë me tru. Big Brother, që ta dini dhe ta dini mirë, e ka derën e hapur për këdo prej jush, pa përjashtim, që do të largohet nga ajo shtëpi. Siç edhe ju e dini mirë këtë. Nuk ka nevojë të, hidheni nga muret, të çani mure, nga balkone s'ka xhanam aty, po. Pra, nëse doni të ikni, lajmëroni Big Brotherin dhe ikni. Shumë kollaj. Aktualisht jeni 16 në atë shtëpi dhe vllai i madh do të theksoj që kushdo prej jush që dëshiron të lërë shtëpinë mund ta bëj përmes derës së Vodafonit, sepse jashtë asaj dere nuk presin 1 apo 2, as 16, por 10 konkurrent të tjerë që mezi e presin momentin të futen në atë shtëpi dhe të përjetojnë atë aventurë. Shumë mirë, Big Brother gjithashtu ju paralajmëron se është hera e fundit që ju thyeni rregulla për të cilat jeni të mirë informuar, për të cilat keni nënshkruar një kontratë përpara se të hyni aty brenda. Është hera e fundit që përdorni gjuhë denigruese ndaj njëri tjetrit, që kryeni veprime që shkelin rregullore në këtij formati, rregullore për të cilën keni rënë vetë dakord me ndërgjegje të plotë. Në rast se e keni harruar në kontratë, jeni dakordsuar se ndalohet diskriminimi lidhur me aftësitë e kufizuara, lidhur me racën, me gjinin, besimin, orientimin seksual, statusin civil, statusin social. Konfrontimi fizik është i papranueshëm, po aq sa tallja e egzageruar me konotacion poshtërues kundrejt një personi, apo hedhja e lëngjeve në trupin e dikujt tjetër. Edhe këtu po flasim lëngje që vinë dhe nga kanoçe dhe nga goja e dikujt. Për këtë arsye, vllai i madh ka vendosur që të çojë në një televotim
brënda natës me pyetjen kë doni të largoni, Kejsin, Kristin dhe Senon. Njëri prej jush sonte do të lërë shtëpinë dhe do të jetë publiku ai që do të vendosë se kush. Në këto qaste, hapim zyrtarisht televotimin. Dhe më duhet ju them që në rast përsëritje do të merren masa edhe më drastike. Duke qenë një televotim të papritur për thyerje rregullash, askush prej jush nuk mund të ketë mundësinë që të përdor biletat e fatit Lori Kafe. Mbyllim lidhjen.